një borxh i pashlyer për blerjen e një automjeti luksoz, dyshohet se ka çuar në plagosjen me armë zjarri të regjistruar në zonën e Kino Studios në Tiranë. Sipas burimeve nga policia, konflikti ka nisur mes 34 vjeçarit Eugene Hamayesi dhe 31 vjeçarit Claudian Callo për një automjet tip Jaguar, i cili mësohet se ishte shitur për rreth 30.000 euro. Hetimet paraprake tregojnë se makina ishte marrë nga Hamayesi, por pagesa nuk ishte kryer ndaj Claudian Callos, duke krijuar tensionet vazhdueshme mes tyre. Mbrëmjen e së martës, rreth orës 23, Claudian Callo dyshohet se ka shkuar në lokalin në pronësi të Eugene Hamayesit për t'i kërkuar paratë pa paguara. Në ambientet e lokalit, debati verbal mes të dy personave është përshkallëzuar shpejt në konflikt fizik. Sipas policisë, gjatë çerrit, Callo ka nxjerrë armën dhe ka qelluar 2 herë në drejtim të 34 vjeçarit duke e plagosur në këmbë. Pas të shtënave, ai ishte larguar më një herë nga vendi i ngjarjes. Policia dyshon se autori është ndihmuar në largim nga Gjergji Dhishi dhe Lulzim Mejdani, të cilët janë shpadur gjithashtu në kërkim. Automjeti që dyshohet se është përdorur për largimin nga vendi i ngjarjes është sekuestruar nga grupi hetimor. Ndërkohë, Eugene Hamayesi ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën, por sipas burimeve policore, ai nuk ka dhënë shumë detaje për hetuesit dhe nuk është treguar bashkëpunues gjatë marrjes në pyetje. Emri i Hamayesit rezulton i njohur për policinë edhe nga ngjarjet e mëparshme kriminale. Ai është proceduar më herët për trafikim të klandestinëve, ndërsa në vitin 2018 kishte mbetur i plagosur në një atentat të ndodhur në zonën e Kino Studios. Për atë ngjarje dyshohet se autor ishte efektivi i policisë Santiano Malgo, i cili u vra në vitin 2019 në Tiranë. Edhe Claudian Callo rezulton person me precedent penal, pasi më herët është hetuar për armërijtje pa leje. Policia e Tiranës vijon kontrollet dhe operacionet për lokalizimin e personave të shpadur në kërkim, ndërsa hetimet janë përqendruar në dokumentimin e plotë rrethanave të konfliktit dhe rolin e secilit prej të përfshirëve në ngjarje.